Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Sot kam përgatitur melo makarona me çokoladë, nuk e di a i keni provuar apo jo, por janë fantastike. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Për shërbetin na nevojitet 500 gram sheqer, 400 ml ujë, një fet portokalli, një fet limoni, një shkop kanelle dhe vendosim të zjej. Ndërkohë në një enë do përzijemi 200 ml vaj lule dielli, 200 ml vaj ulliri, 200 ml lëng portokalli ku në të do shtojmë një lugë çaji sot, të cilën do ta përzijemi derisa të aktivizohet. Do shihni që do krijohet kjo shkuma dhe atëherë do ta shtojmë në enën ku vendosëm përbërësit e tjerë. 2 lugë gjelle sheqer, 1 lugë çaji kanellë, 1 lugë çaji karafil pluhur, 50 ml konjak dhe lëkurën e një portokalli. Të gjithë përbërësit do t'i përziem shumë mirë. Do vazhdojmë me 300 gram semolina. Për ju që nuk keni peshore në shtëpi, mund të shtoni 13 lugë gjelle dhe 300 gram miell gruri. Do t'a punojmë masën me duar, me kujdes, nuk ka nevojë që t'a punojmë brumin shumë, mjafton derisa të formohet një masë homogjene. Masa që na duhet të jetë e butë, por të mos ngjisë në duar dhe të formohet lehtë. Ja kështu si shihni në video. I japim formën, unë kam zgjedhur formën më të thjeshtë, kështu si shihni në video, dhe i kam çpuar pak me piru, kështu si tregohet në video. I vendosim në tavën e pjekjes duke vendosur letër pjekje poshtë dhe pjekim në 180 gradë për rreth 20-30 minuta, varet nga soba që ju keni. Pas pjekjes, ky është rezultati pas pjekjes, ndërkohë që shërbetin e kemi gati, përpara se të jetë plotësisht gati, do shtojmë në të 150 gram mjalt dhe do ta përziejmë derisa të tretet mjalti, por nuk do ta zjejmë me mjaltin në të në mënyrë që të mos i humbi vlerat e tij. Shërbeti duhet të jetë i nxehtë dhe melo makaronat të ftohta. Do t'i zhysim aty duke i kthyer në të dy anët për rreth 1 minutë, me kujdes që të mos prishen. Mos i lini më shumë, pasi ndryshe do të zbuten dhe do të shpërbëhen. I largojmë prej aty, i lëm në një enë në mënyrë që të kullojnë dhe të përthithin plotësisht shërbetin dhe ndërkohë do shkrim 400 gram çokoladë të zezë. Mund t'i përgatisni edhe me çokoladë të bardhë, por në shtëpinë time preferohet çokolada e zezë. Unë i kam përgatitur posaçërisht për djalin tim, pasi ai i adhuron dhe nuk kishte se si të mos ja përgatisja, por në fakt ne i duam të gjithë edhe pse Sebeti u bë djali im. Unë ju sugjeroj t'i provoni pasi janë vërtet fantastike, përgatiten lehtë dhe është vërtet gjuna që t'i blini në dyqan. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse keni dëshirë, mund të lini në koment se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Ju falenderoj të gjithë nga zemra për mbështetjen tuaj.